Të nderuar shikues të Radio Televizionit 21, për zhvillimet e fundit politike do të flasim sonte me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës dhe njëkohësisht ministrin e jashtëm, zotin Hashim Thaçi. Zoti Thaçi, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Zoti Thaçi u dhan qëndrimet për protestën në së martës. Tani mbase është edhe më e rëndësishme të dihet çka më tutje. Në fakt, lëvizja vetëvendosja, AK-ja dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar se nuk do të heqin dorë nga protesta dhe se protesta e ardhshme do të mbahet të mërkurën e ardhshme me kërkesat e njëjta për shkarkim të ministrit Jablanović dhe për sjelljen sa më të shpejtë në kuvend të ligjit për Trepçën. Unë mendoj se ne duhet dalim përtej çështjes së protestës në kuptimin e vlerësimit teknik. Ne duhet vazhdojmë për kushtimet tona të prioriteteve që kemi pasur si qeveria e Republikës së Kosovës dhe që kemi vazhdimisht, investimin në zhvillimin ekonomik, në krijimin e vendeve të reja të punës, në rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, sjelljen e investitorëve në Republikën e Kosovës, njohje të reja që mund të vinë në vendit, antarësimin e Kosovës në organizatat rajonale, evropiane dhe botërore, në mënyrë që ta konsolidojmë dhe forcojmë edhe më tepër shtetin tonë dhe të japim një perspektivë të sigurt euroatlantike për të ndërsuar Kosovën sa më shpejt në NATO, në Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe tash, këtë synim ne mund të arrijmë vetëm bashkërisht, edhe partitë e koalicionit, pozita, opozita. Ne kemi pasur vazhdimisht traditë shumë mirë prej pas luftës që për çështje madhore të shtetit kemi bashkëpunuar të gjithë, pa dallim. Prandaj edhe tash se për këtë reforma demokratike, qoftë në legjislacion, në ekonomi, në politikë, perspektives evropiane, integruese, vlerësoj që duhet të punojmë të gjithë bashkërisht pavarësisht prej dallimeve të interesave të politikës ditore. E këtë agjendë pozitive për shtetin, agjendë zhvillimore dhe integruese, ne nuk mund të arrijmë me synime dhe energji negative, prandaj ritheksohet një herë se duhet të fuqizojmë unitetin politik, institucional dhe qytetar. Njohës të rrethanave politike, thonë se pakënaqësia e madhe e qytetarëve e akumuluar me vite që nga përfundimi i luftës së këndej ka ngjarë që të ketë edhe reagime të tilla siç u pan edhe në protestën e së martës. Po shkon Kosova drejt një faze të trazirave, do të ketë kaos? Si e shihni ju? Kosova nuk është shquar kur për kaos dhe anarki. Kultura politike e qytetarit Kosovës vlerësohet prej të gjithëve. Vlerësohet prej gjithë spektrit politik, vlerësohet prej bashkësisë ndërkombëtare. Qytetarët e Kosovës kanë investuar në shtetëverje, kanë sakrifikuar të gjithë, janë meritor të gjithë dhe duhet ta ruajnë shtetin tonë të ri të gjithë bashkërisht duhet ta ruajmë si sy të ballit. Natyrisht se ka hapësirë për kritika, ka ndodhur lëshime, ka ndodhur dobësi, por në asnjë rrethon nuk arsyetohet dhuna ushtruar në protest. Njerëzit kanë të drejtë të protestojnë adresat e caktuara politike edhe kushdo që dëshiron, por nuk justifikohet dhuna si mjet politik për realizimin e ambicjeve politike. Pushteti fitohet me zgjedhje të lira, me vullnetin e lirë të qytetarëve e jo me dhunë apo me gur. Por është paralajmëruar, zoti Thaçi, se kërkesa të njëjta do të ketë edhe në protestën e së mërkurës të paralajmëruar sot. Pra që të shkarkohet ministri serb Jablanović. Pse nuk po shkarkohet Jablanovići? Kjo është në fakt pyetje jo vetëm e vetëvendosjes së AK-s dhe e Nismës, por edhe e qytetarëve të tjerë jashtë opozitës. Një deklaratë e tillë është plotësisht e papranueshme çfarë ka thënë ministri. Unë vetëm duhet të theksoj se çështja më e vogël në këtë drejtim është ky problem, sepse këtë çështje do ta zgjidhin institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa se për këtë Trepçës nuk kanë asnjë arsye më të vogël as partitë opozitare që të flasin, pikërisht qeveria e Republikës së Kosovës e ka shpëtuar Trepçën nga falimentimi në momentet e fundit pas vendimit të gjykatës. Dhe vetëm për një vot kemi arritur në Parlamentin e Kosovës që ta shpëtojmë një vot më tepër, ndërsa që të tri këto parti kanë votuar kundër. Prandaj nëse është për kritik, janë këto tri parti për të kritikuar për Trepçë. Dhe unë duhet të siguroj dhe garantoj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse këto tri parti opozitare e dinë se kështu është siç po theksoj tash. Në asnjë rrethon, me asnjë çmim, prej askujt nuk do të lejohet që për Trepçën të dialogohet, të bisedohet me Beogradin në asnjë
Por kur do të sillet në kuvend ligji për Trepçën, sepse kjo është Sot kërkesë. presidenti ka dekretuar ligjin për riorganizimin e Trepçës. Tash do të punojmë bashkërisht qeveria e Kosovës, kuvendi, gjitha institucionet e vendit, edhe minatorët do të jenë involuar përmes sindikatës së tyre, organeve drejtuese dhe ky ligj duhet i vullnetit të minatorëve, i Trepçës, për shtetin e Kosovës, për qytetarët e Kosovës. Do të jetë në një periudhë më të hershme kjo? Kjo do varet sepse sipas analizave shumë pritet 12 muaj, 18 muaj dhe më pas. Kjo do varet prej punës që do të bëjnë sindikata e minatorëve, strukturat drejtuese të Trepçës, qeveria e Kosovës, ekspert vendor, ekspert ndërkombëtar dhe do të finalizohet në Parlamentin e Kosovës. Sa më shpejt që përmbyllen ata këtë çështje, aq më intereso për të gjithë. Prandaj do ta kenë mbështetjen e plot të qeverisë së Kosovës, minatorët dhe sindikatat e tyre edhe organet tjera drejtuese. Po, kthehemi sërish te çështja Jablanović. Thatë se qeveria do të merr një vendim për këtë çështje. Do të mund të ndodhë diçka para të mërkurës, sepse sipas organizatorëve të protestës së mëhershme u tha se po të kishte vendosur kryeministri Isa Mustafa që ta shkarkonte Jablanovicin, pamjet e së martës nuk do të ndodhnin fare, sepse nuk do të kishte protestë. Unë mendoj që organizatorët e asaj proteste të dhunshme më së paku ju ka interesuar çështja e Jablanović, por më tepër ka interesuar agjendat politike, sepse një agjendë politike kjo që është shpërfaqur para opinionit publik dhe ndërkombëtar, vlerësoj se me atë mesazh të dhunës që është dërguar atë ditë ndaj policëve të Kosovës, që janë gardian të shtetit e Kosovës, që nuk e kanë bërë vetëm kushtetutën dhe ligjin atë ditë, por e kanë bërë edhe jetën e vet në gjitha ato sulme me shufra metalike, me thika, me gur, po të theksoj, vullneti qytetarëve dhe qytetarët e Kosovës nuk pajtohen me atë dhunë, nuk pajtohen me atë sulm ndaj pronës publike, pronës private, ndaj qytetarëve jo pjesëmarrës në demonstrat, ndaj pasurisë njerëzve, ndaj makinave të qytetarëve që janë demoluar. Në të njëjtën kohë dua të theksoj se pikërisht ky mesazh i dhunës është një mesazh që mund të avanon Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, në procesin e themelimit të ushtrisë së Kosovës, në procesin e implementimit të marrëveshjeve për normalizimin e plotë të gjendjes në veri Mitrovicës, në procesin e fillimit të integrimit të Kosovës në partneritetin për paqe e në të njëjtën kohë në shtyrjen dhe vonesën e investitorëve në Republikën e Kosovës. Sot ne kemi të gjithë obligim që të krijojmë klimë edhe më të mirë për investime. Janë duke ardhur investitorë, edhe tash për qendrën e skimit në Brezuis, mbi 410 milionë euro do të investohen nga kompanitë franceze dhe të Andorrës, mbi 1.2 miliard euro në termocentralin Kosovë re në Obiliq. Kështu që ishte momenti që po krijojnë një frymë dhe klimë shumë e përtashme për investitorët. Dhe ato pamje, çfarë janë paraqitur aty, sepse njerëz kanë të drejtë të protestojnë, të tregojnë mesazhet e tyre politike, të tregojnë vullnetin e tyre politike. Ne jetojmë në demokraci, në pluralizëm, me ide të ndryshme. Krejt është në rregull. Zgjedhjet i kemi mbajt, kemi rezultatin e qartë zgjedhor. E kanë pranuar partitë politike që tash reagojnë, megjithëse dy prej tyre kanë mbetur në këtë proces dhe mezipresjen me dalë, sidoqë të jetë. Ne do të shikojmë gjithë hapësirën e bashkëpunimit, gjithë spektrin politik në mënyrë që të kalojmë këtë situatë të pakëndshme, të papranueshme dhe të lëvizur përpara në procesin zhvillimor dhe integrues. Pse është kaq i vështirë që të merret vendimi për shkarkimin e Jablanovicit? Kemi parasysh këtu edhe deklaratën e kryetarit të kuvendit, zotit Kadri Veseli, i cili tha ditë më parë se nëse ai do të bënte një deklaratë të tillë ndaj komunitetit serb, nuk do të qëndronte as edhe një ditë në postin e kryetarit të legjislativit. Theksova, deklarimet e tilla të ministrit janë të papranueshme. Në të njëjtën kohë janë plotësisht e papranueshme edhe deklaratat e organizatorëve të protestës së dhunshme që quajnë veprimet e policisë Kosovës shtazarake. Nuk janë veprimet e kushtetuese dhe ligjore shtazarake. Nuk e meritojnë policia e Kosovës, që është institucioni më i respektuar edhe para opinionit publik kosovar dhe ndërkombëtar, më quajt polici shtazarake. Ata tek e fundit nderi i shtetit Kosovës, që kanë dhënë një atribut të fuqishëm konsolidimit të institucioneve të
Republikës e Kosovës. Por zoti tha që veprime të tilla do të mund të ketë edhe në protestën e së mërkurës, do të jeni në gjendje që të lejoni të ndodhë kjo dhe të mos e shkarkoni ministrin Jablanović? Definitivisht, unë plotësisht besoj se vullneti qytetar të Kosovës nuk është përdorimi i dhunës. Gjithë njerëzit në Kosovë kanë sakrifiku me padëshmërinë e tyre qytetare ndaj Serbisë dhe me luftën e UÇK-s për ta shtruar dhe për të qenë Kosova lirë dhe e pavarur. Tash e kemi të lirë, të pavarur, sovrane, të njohur prej 108 shteteve me një mbështetje të plotë të Bashkisë Ndërkombëtare, të SBA-ve, të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, prandaj përdorimi i dhunës është mesazhi i rikthimit prapa të Kosovës, qytetarët e Kosovës, politika e Kosovës, shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur, por duhet të lëvizim përpara. Por megjithatë kërkesë e jo vetëm e partive politike, e thamë edhe më herët, edhe organizatave të shoqërisë civile, por edhe nga jashtë Kosovës vinë mesazhe se qeveria deri tash është dashur ta shkarkonte këtë ministër për deklarata të tilla fyese. E theksoj, askush nuk pajtohet me atë deklarat, qeveria e Kosovës do të funksionojë dhe do të veprojë, do të merr vendime në bazë të kushtetutës dhe ligjeve dhe autoritetit politik me një legjitimitet të plot qytetar si fituese të zgjedhjeve dhe koalicioni dy partive të më të mëdha në vend, gjithashtu me 2/3 në Parlamentin e Kosovës. Askush mos pretendon që mund të organizojmë zgjedhje të lira çdo javë, sepse tek e fundit vullneti qytetarëve është ai që përcakton se kush udhëheq vendin. Prandaj vlerësoj që është shumë e dëmshme për demokracinë, për zhvillimin, për progresin, për integrimet, për standardet demokratike, përdorimi i dhunës si mjet për realizimin e ambicjeve politike. Përmendet zgjedhjet të reja, në fakt kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës e ka dhënë një mundësi të tillë se zgjedhjet të reja do të mund të ketë në qershor, pasi sipas tij koalicioni PDK, DK dhe lista serbe nuk do të mund të qëndrojë as deri në qershor. Theksoj edhe lideri Jakës edhe i nisme që në fut në këtë lojë, mezi po presin me dalë, të shohim se si, unë vlerësoj për kushtimin e tyre të mehershëm për vendin, do të ndihmojmë që dalin prej kësaj situate të pakëndshme që se kanë paramendosur ku po. Fotën si do që të jetë, mesazhi im është për gjithë spektrin politik dhe institucional edhe qytetar, të kultivojmë unitetin politik dhe qytetar, solidaritetin në ndërsjellë, të investojmë për shtetin, nuk kemi kohë për të humbur, çdo gur i hedhur mbi institucionet e vendit, mbi policinë e Kosovës, është gur mbi shtetin. Nuk dëmtohet kundërshtari politik me gur, përkundërzi sa më tepër që hidhin gur ndaj institucioneve, sa më tepër që ushtrohet dhunë, aq më pak vota do të ketë. Ndërsa zoti Haradini e ka qelluar muajt, por ka rrutë të përmend vitin. Zgjedhjet do të mbahen në qershor 2018. Përmendet pak më herët, do t'i tha që çështjen e forcave të armatosura të Kosovës tat se protestat të tilla dhe pamje të tilla vonojnë disa prej proceseve, ndërtohet edhe themelimin e ushtrisë së Kosovës. Thoni se partitë opozitare po e vonojnë këtë proces apo lista serbe, e cila ka bërë të ditur tashmë se nuk ka nevojë Kosova që të ketë ushtrinë e saj aktualisht. Në mars të vitit të kaluar, qeveria që komohequr ka marrë vendim për themelimin e forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Gjë që nuk ka ndodhur deri më tash. Kemi dërguar në kuvend, por atë kohë një pjesë e spektrit politik opozitor nuk i ka votuar këtë vendim nga frika se mos thaqi po forcohet politikisht. Tash duhet të paguajmë atë çmim të atij reagimi negativ të atyre forcave opozitare të asaj pjese të forcave opozitare të asaj kohë që sot po përdorin dhunën e rrugët e Prishtinës. Dhe do ta keni problem me partnerin tuaj të koalicionit? Tash do të jetë shumë më vështirë në atë kohë pjesëtarët e komunitetit serb që kanë qenë në qeveri dhe kuvend kanë qenë të gatshëm të votojnë, po për shkak të tekeve të politikës ditore, interesat të politikës ditore dhe fare të mos koncentrimit në filozofinë dhe politikën e shtetbërjes, ka ndodhur që ky vendim të shtyhet padrejtisht, të vonohet dhe tash hapen çështje shumë komplikuese, cilat të gjithë bashku ne dhe vështirë kemi me rumbullaksu drejt një vendimmarrje të qëndrueshme me 2/3 në kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra thoni se do të jetë vështirë, kur do të mund të kemi zgjedhjet e qershorit janë ato që kanë përcaktuar konfiguracionin e parlamentit dhe jo një lider i caktuar politik, por theksoj se sikur ky vendim që është vonuar në pranverën e vitit të kaluar, nuk guxojmë tash të vonohemi me vendimet tjera që janë në interes të shtetit. Ne duhet të ndajmë vendimet që janë në interes të shtetit, punojmë bashkarisht dhe çështjet që ndërlidhen me politika ditore elektorale që mund kem
dallimet e ndryshme, mos përzihet interesi shtetëror me interesin e politikës ditore. Mendoj se në këtë drejtim të dy partitë që sot do heqin vendin, edhe PDK dhe LDK kanë pasur një bashkëpunim tradicional të mirë, edhe në vitet më herët e pas luftës, edhe në vitet 2001-2004 në bashkëqeverisin e përbashkët, edhe në vitet 2004-2008 kur ne kemi qenë opozicië PDK kemi marrë pjesë në procesin e dialogut në Vjenë, edhe nga viti 2007-2010 në bashkëqeverisin e përbashkët. Dhe më vonë kur ka ndodhur dialogu në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, LDK-ja e ka mbështetur. Sot jemi bashkë në bashkëqeverisje me kryeministrin Zotin Mustafa dhe do të kemi synim parsor prioritetet e shtetit Kosovës dhe realizimin e gjitha objektivave edhe të qytetarëve të vendit. Ne i dim obligimet tona, i dim zotimet tona, i dim premtimet tona, por duhet të punojmë me përkushtim dhe me vendosmëri dhe ato premtime ne do të realizojmë edhe kontratën kolektive, edhe rritjen e pagave, por natyrisht ne jemi duke diskutuar dhe duke zhvilluar një dialog i mirëfillt mes qeverisë, sindikatave të ndryshme, natyrisht edhe me shoqërinë civile, edhe me media. Por nuk do të mund të ndodhin këtë vit, të paktën kështu thot ministri i Financave. Tek e fundit çdo mësues, punëtor shëndetësisë, polic, sindikalist, minator, punëtor i kekut, bujk, të tjerët duhet ta pyesin edhe pyesin vazhdimisht se çka kanë bërë këta që ushtrojnë dhunë për ta dhe çka kemi bërë ne duke shërbyer dhe duke rritur pagat. Natyrisht duke punuar. Dhe këtu duhet të fokusohemi shumë në krijimin e vendeve të reja të punës. Prandaj prioritetet tona do të vazhdojnë të jenë zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të reja të punës që të papunët të punësohen, edhe këta që në punë ju rrit pagat. Të punësuarit në Kosovë e din shumë mirë se premtimet tona janë vendime. Edhe njëherë që ta qartësojmë për qytetarët dhe shikuesit që po na ndjekin, zoti Thaçi, sepse ata duan të dinë qartë dhe saktësisht. Do të shkarkohet ministri Serb Jablanović apo do të jap dorëheqje në fakt të ditë para se të mbahet protesta e së mërkurës? E ritheksoj institucionet e Republikës së Kosovës do të punojnë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Lista srpska në institucionet e vendit është në bazë të kushtetutës, së drejtës kushtetuese dhe të partneritetit qeverisës, prandaj kryeministri Mustafa do t'i merr vendimet në përputhshmëri me përgjegjësinë kushtetuese, ligjore dhe politike. Por I theksoj, nuk është justifikim mund të ketë lëkundje të koalicionit nëse e shkarkon Jablanovicin? Deklaratën e ministrit për të ushtruar dhunë të paparë në Kosovën e pas luftës. Do të mund të lëkund koalicionin tuaj nëse e shkarkoni ministrin Jablanović? E ritheksohet njëherë, lista srpska është e përfaqësuar në institucione në bazë së drejtës kushtetuese që kanë aprovuar gjithë spektri politik në Parlamentin e Kosovës. Ne jemi partnerë të koalicionit PDK, LDK dhe të tjerët dhe institucionet janë shumë stabile, efektive, efikase dhe do të vazhdojmë me agjendën dhe asnjë zhvillim nuk do të mund të çorientoj prioritetet të cilat I kemi ne në realizimin e përbashkët si partner të koalicionit, si qeveri e Kosovës, edhe institucionet lokale. Zoti Thaçi, faleminderit shumë që ishit në studion tonë. Faleminderit gjithashtu për juve.